E pam edhe prezentimin e lojës, loja top nga ekipi i Legjendav do të luaj Feriti, ndërsa nga ekipi i Stin Dashurie, Trim. Trimi e gati. Gati, gati! Shkon pozicion. Gjithçka gati për loj. Juve ju kam të ukrat, ja. Ferit Zekolli lumë për ekipin e Legjendav, ndërsa Trimi për ekipin Stin Dashurie. Kur t'jeni gati? Gati, Ferit? Gati? Hajde, leze, bërim një topat. Hajde, më japin një topat. Unë me ti dhënë topat. Gjithçka është gati, gara mund të startoj. Presum kandonin. Loja po fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Shohim tani se kush do të jetë më i suksesshëm, Feriti që ka pasur punë gjatë tërë jetës me topa të basketbollit, apo Trimi që i pari e ka goditur topën. Është Feriti më afër. Duket se topi është duke u bartur pak nga ana e Feritit. I cili e mban me ato dhe pika e parë, raundi i parë për grupin Stin Dashurie. Bravo, Trimi, bravo. Një duartrokitje më e përzemërt për Trimin me raundin e parë i lutën. E tash ta shohim nëse Feriti do të jetë më i aftë në këtë raund të dytë apo jo. Ferit shumë afër ta humbësh edhe raundin e dytë. Shohim nëse Feriti do të motivohet pak që ta barazoj këtë sfidë. Shumë afër është që ta fitoj këtë raund Feriti. Po e sheni se të dy garuesit janë duke u ndihmuar nga kolegët e tyre, shpresojmë që edhe publiku do ta bëjë të vetën për të ndihmuar këtyre dy garuesve. Ja, dhe një goditje nga Trimi dhe raundi i dytë për Trimin. Trimi shumë i suksesshëm, bravo Trim. Ferit pak strategji me variantën tone. Po thuaj se i ka fituar 5 pikët Trimit, shohem nëse Feriti s'paku do ta fitojë atë raundin e nderit. Gati, start! Ja, godet Trimi topin. Nuk e lejon Feriti që të e ka përcej dhe arrin të rëndoj raundin e tretë. Legjendat më në fund e fitojnë raundin e tretë. Vetëm dashuri mundeni me na mujt. Urime Trim, bravo. Shumë i suksesshëm. Bravo! Strategjia e Feritit është dilem veç pak mund të zem fillim. Nuk e vullnet ekipës trej. Pra të dashur shikus, loja e parë top është në favor të ekipit Stin Dashurie. Rezultati është 5-0 për Stin Dashurie.